Hesht dhe do të jesh i sigurt. Heshtja është një mjet i fuqishëm që mund të na mbrojë nga dëmet dhe të na sjellë qetësi në jetën tonë. Na lejon të mendojmë, të meditojmë dhe të shmangim konfliktet ose keqkuptimet e panevojshme. Duke praktikuar heshtjen, ne mund të arrijmë një gjendje paqeje dhe sigurie në të gjitha aspektet e jetës sonë. Kurani na ofron ajete të shumta që theksojnë rëndësinë e heshtjes dhe efektet e saj pozitive. Allahu në suren Araf, ajeti 199, thot: "Bëhu i matur, urdhëro vepra të mira dhe shmangu nga ignorantët." Ky ajet na inkurajon që të shmangim përfshirjen me ata që janë ignorant ose që përfshihen në argumente të kota. Duke qëndruar të heshtur në situata të tilla, ne mbrohemi nga konfliktet e panevojshme dhe ruajmë paqen. Në suren Isra, ajeti 36, Allahu thot: "Dhe mos ndiqni ata për të cilën nuk keni njohuri, vërtet, dëgjimi, shikimi dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi." Ky ajet na kujton që të përmbahemi nga të folurit për çështje për të cilat nuk kemi njohuri. Duke praktikuar heshtjen dhe duke shmangur të folurit pa njohuri, ne mbrohemi nga përhapja e gënjeshtrës ose përfshirja e thashethemeve. Thënia e Imam Aliut thekson rëndësinë e heshtjes si një mjet për vetmbrojtje. Duke zgjedhur heshtjen, ne do të shmangemi konflikteve të panevojshme, keqkuptimeve dhe situatave të dëmshme. Kjo na mundëson të ruajmë paqen tonë mendore dhe të mbrojmë marrëdhëniet tona. Heshtja shërben gjithashtu si mjet për vetmendim dhe vetpërmbajtje. Kur përmbahemi nga të folurit, krijojmë hapësirë për soditje të brendshme dhe vetvlerësim. Na mundëson të vlerësojmë mendimet, veprimet dhe synimet tona. Duke praktikuar heshtjen, ne mund të bëhemi më të vetëdijshëm dhe të përpiqemi për vetpërmirësim. Për më tepër, heshtja mund të jetë një burim force dhe urtësie. Imam Aliu ishte i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të thellë. Heshtja e tij në situata të caktuara ishte një zgjedhje e qëllimshme për të përcjellë mesazhin ose për të ruajtur dinjitetin e tij. Duke imituar shembullin e tij, ne mund të mësojmë të zgjedhim fjalët tona me urtësi dhe të përdorim heshtjen si një mjet për të përcjellë një mesazh të fuqishëm. Si përfundim, thënia e Imam Aliut, "Hesht dhe do të jesh i sigurt", thekson rëndësinë e heshtjes si një mjet i vetëruajtjes, mbrojtjes dhe mendimit të brendshëm. Duke praktikuar heshtjen, ne mund të shmangim konfliktet e panevojshme, të ruajmë qetësinë tonë mendore dhe të përpiqemi për vetpërmirësim. Le të përqafojmë urtësinë e kësaj thënie dhe ta inkorporojmë atë në jetën tonë si mysliman. Allahu na dhënë të aftësinë për të praktikuar heshtjen kur është e nevojshme dhe na bekoft me paqe dhe siguri në këtë botë dhe në botën tjetër.